me të cilët na komunikojnë. A pajtoheni që nëse populli do të friksohej kaq shumë siç po pretendoni, nuk do të na voton të neve pas tani pikë. Përshëndetje miqdashur, mirë se vini të Angellin analizë. Ja pra, miqdashur, po ripërsërisim disa ngjarje të promshit, sepse me të vërtet kur fol Albin Kurti, aty veç do të më nale me ndëgju, sepse se cilën sen që i ka fol, në më thonë kretë jënë me fakte, as ka nevoj pik, as presje. Ani kush e mundoj ke me nëzonë ngusht kryeministrin tonë të dashur, Alir Matoshi. Alir Matoshi duke pas shok, edhe shok të burgut, duke ja njoft trunin mirë, Albin Kurtit, duke di se çfarë patrioti është, çfarë adhetari është Albin Kurti. U mundoj ke prom me nëzonë ngusht, po nuk nëzine të organin ngusht, o Alir Matoshi. Ti bile një familë se na. Kështu që unë nuk e di qyshe more, qyshe marshe, po jo, unë falë, se e këshe pram, e ke zbut fjallorin me Albinin. Pse? Kjo është pyetja ime për ju, Alir Matoshi. Sepse në debatet tjera, s'ke lonë sa pa i thonë. S'ke lonë sa pa ofendu. Ofendim dhe më thonë politikisht, jo kështu moralisht. Qa si ke thonë? Qa si ke thonë? O zërë, pus, jo nuk i ngonë policin, jo është kështu, jo po të kështu, jo po... S'ke lonë sen pa i thonë. Autoritar. Pse promë si the Alir Matoshi këtu sena? Tërgoj popullet, jo mu, tërgoj popullet. Pse? Pse ka që i but? Njeri kur është i eger, do të me kone eger edhe përbakër kur të përballet. Jo, kurse ki aty burë. Fjala Allah është para syve. Sepse, edhe unë kisha pas shep me ndizhu së të fjallë që atë i folë për ditë për Albin Kurtin në Kanal 10, kisha pas shep me ja thonë kryeministit, edhe me ndizhu kryeministit çfarë përgjigje po t'jep. Kjo ka qenë ajo dëshira ime. Po mirë, masis ke kështu, prap mirë, faleminderit për intervistë që e bone edhe e ndëgjove, edhe t'i spjegoj pik e përpe. Kështu që nuk ishe argumente edhe veç alisht që me kesh. A kështu Alir Matoshi? Miq, shkojmë të ndëgjojmë, je luteme, të diskutojmë së bashku. Ku është për me diskutu, se s'ka kur farë diskutimi, se s'po i bojmë diskutim, se Albin Kurti nuk len vend për diskutim. Populli s'merret me diplomacinë ndërkombëtare, zoti kryeminist. E nuk i din populli që që zakonisht janë fshehta. Shumë me vene ki, Alir Matoshi. Amo populli e din kon me votu që jo dhe ishtë të sene. Me vene, fakt. Mirë po ne e dim kon ne votojmë. Që në ka nevoj asë më mërzit për ato që ti po i përmen. Sepse kjo e din është baba. Më thonë, ju besoni që populli po voton ne Vete ka një ndërprerje. Nga padituria? Jo, populli ju beson juve në luftën antikorrupsion 1 edhe veriu i Kosovës siguria atje 2. Që të dyja i mblojnë gjitha Alir Matoshi. Që të dyja i mblojnë gjitha. Korrupsioni edhe siguria. E tash, nëse dhe këta si ke arrit me kuptu, Alir Matoshi që me të bona më tash. Shkojnë amiq. Ja, flasim, të në mëngjes. Shikoni, në jetë, edhe në politikë, nuk mundesh me zero rrezik. Bravo. E vërtet, duhet të kalë. Gatin këtë sene, që këtë Albini këtë po, pajtona, e vërtet, po pajtona. Po pse s'pajtosh debat Alir Matoshi, kur nuk është kryeministri aty? Pse sëlmon atë shumë me urrejtje, sa që vnerë dërë me qitë kur folë për Albin Kurtin? Pse son të jo Alir Matoshi? Son të po pajtohesh? Shkojnë amiq?
Kalkulosh ta parashikosh Qoshtë me cilat na komunikojmë kryeministër, edhe tujat, edhe gazetarë, edhe diplomat, edhe ekspert ose politik bamës që i thojmë na Kosovar. Po na thonë që Albin Kurti, qëndrimi i tij zyrtar është që ne duhet si Kosovë qëndrojmë jashtë orbites Donald Trump dhe mos të jemi në radarin e tij. Prandaj që kjo është ajo që hajde ta shpërmarrone përgjithësinë për friga jame, si analist. Fort i ka i tuta për Donald Trumpit, qka ki mërë burri dhe dhe vlo. Pa i s'ha njerëz dhe vlo, dhe i njëre, si kur na. Këtu ka diplomaci. Ke mërë më atësh, hade? Së pari, gjithë e dim që friga është këshilltari i keq. E vërtet, e pranoj. E dyta, është këshilltari keq edhe është angth. Halim Matoshi, hiqe, gjujat angth. Mos ki frikë. Mos ki frikë. Sepse ti kur e don venin ton, nuk shumë pe për venin ton, a i don ma shumë. Unë e besoj kështu. Shkojnë amiq? s'dija keni vrejt se cili njeri është friksuar në jetë, normalisht. E friga nuk është dikush që e ka të paprovume. Për shembull edhe ju, natyrisht, atë friga si më thon, qenia njerëzore, Po na kemi fjalën droj, kryeministër, jo shumë frikë, droj. E këtheta, kër e poqë... Kër e poqë, jo s'po tu da po tash droj. Droj kaka. Po njësaj, tu ta droja qka është e? Vllai motër. Apo? Nuk ka nevojë pas droj. Në Albinin kryeministër, kur flera hat ma to shi. Flera hat o burr. Unë po ta iqi këtë gale. Shkojnë amiq? Veç besoj që të gjithë njerëzit, kur janë friksuar në jetë, e kanë vrejtur një gjë interesante, që është e pamundshme me u friksu në masën e duhur. Gjithmonë friksohesh ma shumë sa që duhet, gjithmonë frika e ka një fra inflacioni, një lloj keq kuptimi në raport me ndërkombëtarët tek politika jonë, e cila nuk është më në pozitë, po është në opozitë. E kjo është me sa vjen. Bravo. Na ka thonë ndërkombëtar. Miq, ju kisha lut, gone fort mirë se çka po thot dhe çfarë kuptimi ka kjo fjalë. Që opozita nuk e kupton. Apo e kupton, pa ka bitin e në zonë me rrot, edhe tani duhet me valzue që shtojnë ata. Gone i lutëm. Ti çka i the? Jo po na ka thonë ndërkombëtar, more po ti çka i the? A mbrojtë ti qëndrimin ton? Po çka mi thonë kryeministrën? Çka mi thonë që ma kanë zonë bitin me rrot? S'kom çka i thonë, unë s'jom sikur ti i poqa burr. Ma kanë zonë bitin me rrot. E unë duhet me valzu kryeministër që shtojnë ata. Unë falë, unë vjen keq. Ty bravo të kot. Që ti i poqa burr. Mu ma ka kojt, ku marrë do të ku mbleka 2 herë, 1 herë, 5 herë, 10 herë. I kom shqit ka 7.000-8.000 shtetet prap. I kom shu do letra veteranve. 4.000 herë. Kom vonë të Kosovë, se kom dash me pru kufirin Mitrovice, e kom pru besa. Po qaje rati e hiqe bravo të koft. E shumë e tjerë. Mos folim dinarin e tablat e këto. Ja këto jenë kryeministër që unë nuk po muna sikur ti, bravo të koft. Unë po ta pranoj në vend opozite. Që dora kryeministër, bravo të koft. Je veç vazhdo. Matosh, a pajtosh? Besoj edhe unë që pajtosh me mu. Shkojna miq. Po ti çka i the? Ndërkombëtari jo domosdoshmërisht jep urdhra. Shpesh herë është duke testuar a jep për një meti. Po kryeministër veç ti as nuk e dash mjeshtria personalisht me ju kryeministër s'po muli me më as me i thon. Veç pak. Sepse tash ju e dini që i fili një rrethim ndërkombëtar i cili domethënë Nuk ka nevojë me thonë sen. Puna, vepra ti fol vet. S'ka nevojë, Halil Matoshi. Nuk ka nevojë e burr. As ka nevojë me shku me i nërkom. Albin Kurti ka thonë, mo e man këtë fjallë, po tari përsëris,
Ne jemi këtu, ndërkombëtarët din këtu. Na ecim, ata ecin. Na rrim, ata na shtipin. Ky po ec, kështu që s'ka nevojë na kur gjë me bu, absolut. E di këto punë, Halil Matoshi, mos më rakos për këtë punë. Flaj doth, që thënë fjalë popullore. Ju s'keni qenë me Blinkenin që 4 vjet jeni taku. A ka nevojë të taku? Ka thonë me një aneks atje të... E ke thënë më ndryshe se aneksi. Me një shuf, këmë thonë. Aha. Pe pranoj. Aha. Sa i thënë të hëngështë, ta nxes një grep, mete, ama jo, shkojnë të osare kështu Matoshi. Jo, shkojnë amiq. Marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kena shumë të mira, nashta si kena shkëlqyeshme, i kena shumë të mira. Bravo. Po për mua është e rëndësishme, Po duhet me besu. Këtë marrëdhënie shumë të mira që kemi, në veçanti në aspektin e sigurisë së mbrojtjes që për mendimin tim është kyç. E pranoj. Fundja s'ka që atë vyn diplomacia dhe zhvillimi pa siguri e mbrojtje, e aty në Unë falë, kryeministër, për respekt. Kur ti pranon Matoshi, pse për Allah, po son plënë Allah, për çfarë? Arsye. Ti, kur pyet diçka, ti s'vorë po pajtu. Sepse ki dyshime atë. Tash po thu, e pranoj. Shkojna. Fender 25, divizioni 28 i këmbësërisë amerikane, në Gjakove dhe prej babajt Bokës, ti ka komandu dhe kontrolu krejt Evropën juglindore, prej Kroacisë dhe në Bullgari, Bravo. e ka shti Kosovën me pas në sivin e mbrojtjes këtë gjë, që është e jashtëzakonshme, 938 ushtarak të ushtrisë tonë kanë marrë pjesë. Unë falë, kryeministër, Matoshi, a i ki di që të gjëra ty? Tregoj publik, a i ki dit, a veç ke dash me quplën. Pse kish përshkon shpit bardh dhe me imanin. Në përshkon shpit bardh me bone kontrat, me ashti thikat Kosovës, apo? Ne, pse marrëm atosh, Dhe ne jemi të bo hapa jashtëzakonisht rëndësishëm. atjere, Megjithatë u anulu dialogu strategjik. Shiko, nuk u anulu, po janë pezullu përgatitjet për të se s'kena pas dialog sa vit. Është e vërtet, tash unë po them, nuk janë shkëlqyeshme, janë shumë mira. bravo. Por edhe një herë po dua ta përsëriti atë tezën që prezantova më herët, që faktorët ndërkombëtar jo domosdoshmërisht turdhërojnë. Ata turdhërojnë nëse ti nuk ke qëndrim tëndin. Ata mas pari dëgjojnë, besoni, faktorët ndërkombëtar, kur je i vërtet, nuk të thonë asgjë pa dëgjuar ty një herë. Dhe pasi dëgjojnë ty, mund të thonë diçka. Jo Pa do e tjetër. mos. Qëndrimi ndërkombëtar është çdo herë për gjithçka urdhër ose qëndrim i preri tyre. A mundni me garantu shpëtojt? Por shpesh herë është edhe testimi yti ndaj teje. Është testim sa je për një mentin këtë punë. Ndërkombëtar shpesh herë i kanë dy kapela. Një kapel e ka amerikane dhe një kapel e ka të ndërmjetësit midis Prishtinës dhe Beogradit. Bravo. Na duhet pas një dush kryeministër, ju ta shqyrtojnë që na ka dëshmu që na kemë punimet. Që duhet Qa na kanë dëshmu Halil Matoshi, o burë? A na kanë dëshmu edhe me herët e na dajten? A na kanë dëshmu me herët na lanë kufi në urtibrit, o burë? Qa i ka folë, Allah? A na kanë bu, që kjo Evropë, që na ka bu pike 5. Me politikana si kërë opozita. Me mashtru se me tradhtar. Që kjo Evropë? Halil Matoshi, Evropa nuk do në ty e do Sërbinë. Po s'ka qare. Se jemi në mes. Edhe ka nevoj për neve, se për ndryshe na kishin shkel. Evropa, Amerika, Evropa, Amerika. Duhet me mbrojt vetën. Me politik. Kush e mbron ma mirë se Albin Kurti? Kërkosheq. Pse, pe thëmë këto? Sepse nuk e ka bistin e në zonë, Halil Matoshi. Këto kritika që i bon ti, këto janë dopta, tulta. Po s'kanë kur fare efekti. Jo, Halil Matoshi, jo. Nuk shitet Albin Kurti, as nuk blehet. As nuk shkom mas tyne. A tha Evropa, po, vëna, qa dush po bojmë? Jo, mëre, s'po boj qa dush.
Ku është digniteti jonë? Shkona miq edhe pak. Ta dish, ta detektosh, po du të me post për një me non-stop. Jo veç me një epizod. Bravo. Këtë seriali du me qenë për një me. Të Republikës, që se njerëzve me cilë Ja pra miq të dashur, kjo është një përbledhje e gjitha atyre që kanë prom me Albin Kurtin edhe Halil Matoshin. Halil Matoshi të përshëndes ma vlog për këtuit, kështu që të të rejtë përgatitë pak ma fort, edhe kur nuk e ki kryeministrin, mos e selmo as fort, sepse nuk i peselmon pa fakte, kur ki fakte, ta e kapuqin, plus dan krahtonin, po peselmon pa fakte, burr, po ofendon pa fakte, është turp. Ti edhe shumë tjerë. Miq të dashur, Zoti ju rujt anë mban botës ku jeni. Përshëndetje, ju përshëndes nga Oslo e Norvegjisë, shqipet e mia. Respekt.